Hani një mollë çdo ditë në këto orare dhe do befasoheni. Mollët janë të pasur me antioksidan dhe mund të kontribuojnë ndjeshëm në shëndetin e tretjes, por a mund t'i rrisni më tej përfitimet e kohës nëse e konsumoni atë? Ekspertët e ushqyerjes zbulojnë se kur një mollë ka efektin më të madh në trup. Një mollë është një zgjidhje e shkëlqyer për të filluar ditën sepse jep një ndjesi të ngopjes, por është e ulët në kalori. Doktoresh Jacqueline Vernelli, epidemiologja e ushqyerjes, thekson se mollët kanë një indeks më të ulët glicemie dhe përmbajnë acid klorogjenik, të cilat ndihmojnë në stabilizimin e sheqerit pas një vakti, sidomos nëse konsumohen edhe në mëngjes në fillim të ditës. Gjithashtu, ato para një vakti janë një aleat e mirë e kontrollit të oreksit. Sipas dietologëve, nëse konsumoni mollë para vaktit, do të kontrolloni oreksin. Para stërvitjes do të jenë një burim natyror i energjisë dhe gjithashtu do të mbajnë trupin tuaj më të relaksuar. Konsumoni të paktën një mollë çdo ditë për të marrë këto përfitime, citojnë ekspertët.